shëndetësore të shëndet, të cilën na janë bashkëpunuar në këtë aktivitet. Muaji tetor i cili bëhet si muaji i sensibilizimit kundër kancerit të gjyrit, ne si institucion në bashkëpunim me shërbimin social, por edhe me nevojshëm, kemi menduar që të organizojmë aktivitete në gjithë territorin e Bashkisë së Fushës, sepse duam që nëna dhe të gjitha gratë tona të kenë mundësi të informohen rreth kësaj sëmundje e cila është, siç e pamë nga statistika, ka një numër të konsiderueshëm. Dhe për ne është shumë e rëndësishme informimi dhe sensibilizimi, sepse është shumë e rëndësishme parandalimi dhe patjetër diagnostikimi i hershëm. Sepse shpeshherë ne gratë kujdesemi për familjen, merremi çdo ditë me punën tonë, me të gjithë kujdesin që përkemi të ndafën tonë dhe e harrojmë veten tonë, e harrojmë se sa të rëndësishme jemi jo vetëm për veten, por edhe për familjen. Sepse në momentin që ne nuk kujdesemi për shëndetin, nuk e kuptojmë që ajo sëmundje që do të vi pranë nesh, do të bëjë që edhe ajo familja jonë jo vetëm nuk do të kujdesemi do, por patjetër do të krijojmë edhe një familje e cila do të bëjë qesh për vajzat. Prandaj është mirë të kemi mundësi të bëjmë mamografit, ne kemi një mamografi pranë poliklinikës, dhe rëndësishme është jo vetëm ta bëjmë gjatë muajit tetor, por të kemi mundësi ta bëjmë gjatë gjithë vitit, sepse diagnostikimi i saj i hershëm ashtu siç e thonë profesorët e neurologjisë, ju ndihmon, na ndihmon që ne të kurohemi dhe të kemi mundësi që nga kjo sëmundje të kemi mundësi të shkojmë drejt shërimit. Prandaj të thirrje për gjitha ju të shkojmë të bëjmë këtë diagnostikim, të shkojmë të bëjmë analizat apo të bëjmë mamografi, sepse nëse në natë dhe një grua shëndetër, patjetër të që gjithë familja shëndetër dhe gjithë shoqëria jonë shëndetër. Prandaj të mos e neglizhojmë veten dhe të shkojmë sa më shpejt pranë poliklinikës sonë dhe kemi mundësi që të bëjmë mamografi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shpresoj shumë që nga këto sensibilizime që ne bëjmë në të gjithë fshatrat, në të gjithë lagjet e qytetit, të kemi mundësi që mos të jenë vetëm thjesht në aktiviteti që ne somuar një informacion, por patjetër të shkojmë dhe ta bëjmë në nivel praktik duke bërë vizitat për kancer. Shumë faleminderit edhe një herë për çdo organizim.